Mbrëma të nderuar shikues. Mirë se vini në këtë emision special kushtuar raundit të dytë të zgjedhjeve lokale këtu në Maqedoninë e Veriut. Jemi drejt për drejt nga studiot e portalit informativ Fakti Editor, ku të diskutojmë zhvillimet e sotme, pra ditën e zgjedhjeve, raundin e parë dhe raundin e dytë të këtyre zgjedhjeve, rezultatet të cilat vetëm sa kanë filluar jo zyrtarisht të publikohen, por edhe shumë çështje tjera të cilat lidhen me retorikën e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale. Sot në vendin tonë u votua në 32 komuna, si dhe në qytetin e Shkupit, i cili ka një status special. Duhet të theksohet fakti se në Gosivar, në Centar Zhupa, në Vrapçisht dhe në Mavrov nuk kemi sot zgjedhje për shkak se në raundin e parë, më saktësisht në 19 tetor, këto komuna nuk arritën censusin e nevojshëm prej 33.3%. Dhe sipas kodit zgjedhor, këto komuna do të shkojnë në rivotim pas 60 ditëve, prej ku do të shpallet edhe zyrtarisht rezultatet e këtij raundi. Po ashtu në 3 vendvotime në komunën e Shutorizarës do të votohet sot edhe për këshilltar. Për të folur për të gjithë këto kemi të ftuar sot në studion ton 3 analistë, duke filluar nga Kastriot Sulejmani, gazetar nga Prishtina. Mirëmbrëma dhe mirë se Mirëmbrëma, mirë se jeni. Të dytin kemi profesor Adrian Ramatanin, analist. Mirëmbrëma dhe mirë se jeni. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Të tretin analist kemi zotëri Zëdi Xhelili. Mirëmbrëma dhe mirë se jeni. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Faleminderit. Kastriot, duke qenë se vjen nga Kosova, si e vlerësoni retorikën e raundit të dytë të zgjedhjeve lokale këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe nëse mund ta bëni një krahasim me Kosovën, për shkak se Kosova tani do të ketë, apo javonarshme do të ketë raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Si e vlerësoni retorikën dhe cilat janë ngjashmëritë apo dallimet mes dy vendeve? Sigurisht, varësisht prej lokaliteteve bëhet edhe dallimi, domethënë se i referohemi garës Kërçovës, ku kandidatët dytë janë kandidat për kryetar, po nacionaliteti i tyre ndryshon, e bën garën më të polarizuar dhe më të fortë sa i përket dy taborëve garuese. Dhe kryesisht në rastet konkrete, pavarësisht thirrjeve të mundshme të subjekteve politike, qytetarët janë ato që vendosen edhe në bazë të nacionalitetit prej cilit takon kandidati për kryetar. Po marr parasysh qytetet tjera, por afërsisht nuk është në farë dallimi edhe me Kosovë, pavarësisht që në Kosovë ka pas raste ku rezultati i rundit të parë është përmbysur në balotazh, dhe ne deri tash nuk kemi ndonjë rezultat të publikuar, por nuk po e shoh që do të ketë ndonjë përmbysje të paktën në qytetin e Tetovës, konkretisht në komunën e Tetovës, që është qytet më i madh. Ndonë se mendoj që do të ketë një rezultat më i ngushtë krahasuar me rundin e parë. Zoti Ramadani, a mendoni që dominuan edhe raundin e dytë, po ashtu si raundin e parë, temat etnike në vendin tonë, posaçërisht në disa komuna? Ishte kjo më e theksuar? Padyshim që edhe në raundin e dytë mbizotroi polarizimi që vetëm se kishte filluar paraprakisht në gjatë raundit të parë ose në prag të fushatës, të hapjes së fushatës pragut të parë. Bile do të thoja që në raundin e dytë shkoi një çik edhe më tepër ky polarizim, sepse u ndihmua apo edhe u nxit më tepër nga kryeministri Mickovski, gjithsesi nga përzierja e tij dhe nga ato farlloj kërcënime, deklaratat e tij kërcënuese që i adresoi në drejtim të partnerëve të tij të koalicionit. Në përgjithësi, zgjedhjet do duhet të ishin fytyra më e bukur e demokracisë, por këtu shpalosën një fytyrë të shëmtuar. Ajo fytyra e shëmtuar e kësaj demokracie të brisht që mbizotron, do të thotë, në Maqedoninë e Veriut, ku këto temat etnike janë bërë thjesht mjete dhe asete shumë të begatshme dhe të duhura të partive politike për të bërë kusuritjet e tyre. Mendoj që në vitin 2025 të nxitësh këto farlloj polarizimesh dhe këto farlloj debatesh, gjithmonë me pretendimin që të arrish vota pak më tepër, ndaj që shpërfaqin fytyrën e shëmtuar të një brishtësie të institucioneve, të një brishtësie të kalibrit të politikanëve të cilët janë në skenën politike
dhe e shpërfaqin një farë mënyre këtë ballkanizimin e skajshëm të skenës politike në Maqedoninë e Veriut, që fatkeqësisht nuk po e merr apërimin e duhur, në vend që zgjedhjet të ishin një farë lloj feste, një farë lloj atmosfere tensionuese, një farë lloj detante, ku secili do të garonte me programet e lokales, gjithsesi me atë se çfarë do ju ofronte qytetarëve. Fjala vjen ajër më të pastër, fjala vjen shtigje më të mira për të bërë sport apo për zhvillim infrastrukturor, tu mbizotëronin skenat e dim shumë mirë e viteve 90 dhe 91. Pra Maqedonia ende nuk ka dalur nga sindroma e nacionalizmit dhe ksenofobisë, dhe mendoj që politikanët, padyshim, cili do qoftë tabor që janë, duhet thjesht të reflektojnë dhe të shohin gjithsesi të adresojnë se çfarë më tutje. Me këtë farë lloj polarizimi, besoj që ne nuk shkojmë asgjë kundi, shkojmë në humbëtir. Zotëre Xhelili, a mendoni se edhe përkundër faktit se vendi ynë ka më shumë se 3 dekada pluralizëm, çështjet etnike dhe çështjet nacionaliste vazhdojnë të përdojnë vota ende në vendin tonë? Duhet të jetë kjo temë e kaluar, për shkak se nga 2001 e këndej edhe marrëveshja Ohrit u zhagite dhe disa probleme me qëllim krijoheshin që mos ketë progres vendin, dhe Maqedonia në vend që sot t'ishte me një pako me Shqipërinë sa i përket bisedimeve për antarësim në BE, Maqedonia shkon duke i komplikuar çështjet, situatat, dhe në këto zgjedhje mas pakti është pritur që temat nacionale apo marrëdhëniet ndëretnike të jenë temë këtyre zgjedhjeve, për shkak se vetë zgjedhjet kanë karakter lokal dhe bëhet fjalë për vetëqeverisje lokale. Kandidatët për kryetar komunash kanë qenë ndoshta në nivelin e duhur dhe kanë ofruar alternativa për të zgjedhur hallet e qytetarëve, sa i përket projekteve të infrastrukturës, çështjeve të tjera që kanë kompetenca komunat, edhe pse kanë shumë pak kompetenca. Mirë po, kur mës pakti pritështe që partia në pushtet apo kryeministri dhe partia fituese maqedonase, ata du t'jenë udhërëfisi dhe ato du t'jenë bartës të reformave, të bashkjetesës, të avancimit të statusit të vendit drejt antarësimit në BE, në vend që opozita maqedonase t'i shfrytëzonte këto tema për përfituar në aspektin politik, për fat keq këtë bën një parti e cila edhe zgjedhjet parlamentare i fitoi me këtë retorik, qinse do ta kthej dinjitetin e humbur të maqedonasve, qinse politikanët shqiptar nuk kanë mbajt llogari kur on pyetje integriteti i tyre, emri i tyre, faj pas kam pas do ministra shqiptar, faj pas ka pas kryeministri shqiptar, i cili për 3 muaj ishte qeverisi me vendin, ishte një periudhë simbolike që të bindën edhe maqedonasit se kishte atë shtet multietnik dhe se gjëra të tilla në të ardhmen mund edhe të ndodhin, që të jetë kryeministri shqiptar, që të jetë kryetari i shtetit shqiptar, për shkak se shqiptarët janë një përqindje e konsiderueshme në këtë vend. Dhe me vetë faktin që i fituan zgjedhjet parlamentare me këtë retorik, ata filluan edhe të veprojnë, edhe të mbajnë premtimet, duke e cënuar balansuesin, duke e cënuar ligjin për gjuhën shqipe, duke filluar ta shfrytëzojmë vakumin derisa kontestohej balansuesi për punësime një etnike, dhe i vendojnë pozitë shumë të vështirë partnerët e koalicionit Vlen, të cilët ishin një grup partish në një koalicion që menduan se kryeministri do të jetë shumë korrekt me ata. Zotëre Xhelili, gjithë që ju i cekët balancuesin apo dhe çështje tjera, a mendoni se kanë qenë në funksion dhe janë në funksion të fushatës elektorale dhe të zgjedhjeve lokale? Po, janë në funksion, bile kryeministri dhe partia e tij shkojnë aq edhe më larg se kjo, duke cënuar edhe këtë segment të marrëveshjes së Ohrit, për shembull ndarja territoriale.
kur është bërë ndarja territoriale në vitin 2005, unë kam qenë deputet dhe me qëllim janë krijuar komuna me shumicë absolute shqiptare dhe komuna me shumicë shqiptare, siç është Kërçova, siç është komune Bërvenicës, komune Strugës, komune Dollnenit, që me këto komunat qeverisin shqiptarët për shkak se qëllimi i marrëveshjes sorit ishte se shqiptarët në ato komuna, në ato bashkia, apo në ato kantone ku do të jetojnë të ardhmen, do të realizojnë të drejtat e tyre etnike, gjuhën, kulturën, veçoritë nacionale, kështu me radhë, dhe neve në një farë mënyrë nuk na intereson Prilepi, Krusheva po, nuk na intereson Prilepi, Vallandova, nuk na intereson Gjevgjelia, dhe këtu ku na u dha hapësirë që ne t'i gëzojmë të drejtat tona dhe të qeverisim, kitash e kthen rrotën mbas dhe kanoset që komunën e Kërçovës tash ta kthej prap, ua ka premtuar maqedonasve se do ta kthej Kërçovën prap në tubimin qendror dje nga Shkupi Pardje, ai në vend që t'i ftoj qytetarët që dalin të votojnë për qytetin e Shkupit, ai thot mos harroni Kërçovën, Kërçovën, Kërçovën. Duke parë të dhëna zyrtare sipas numrit të daljes votuesve deri në orën 18:30, shohim se thuajse në të gjithë vendbanimet shqiptare kemi rritje të daljes së pjesëmarrësve. Po posaçërisht kjo është më e theksuar në Bërvenicë, Kërçovë dhe Dollnen. Zoti Ramadani, pse mendoni dhe pse këto komuna, po posaçërisht Bërvenica gjatë raundit të dytë u shndrua në top line apo në kryetemën e raundit të dytë? U shndrua në kryetem për shkak se normalisht demokracia në përgjithësi nuk është sondimi i shumicës, por duhet të ishte mbrojtje e pakicës. Në këtë rast demokracia dhe gjithsesi shpërfaqja e fytyrës së demokracisë në këtë Republikën e Maqedonisë së Veriut do të ishte kur komuniteti që është shumicë, gjithsesi pala maqedonase, do t'i ashtrinte dorën dhe në një farë forme do të ishte një farë lloj aseti mbështetës për komunitetin e dytë që është shumicë gjithsesi shqiptarët, por që janë më pak numerikisht se sa maqedonasit, por ndodhi e kundërta. Ne pam që kryeministri i Maqedonisë së Veriut, zotri Mickovski, në vend që të reflektonte në diskursin dhe në legjërimin e tij, ai filloi që të adresoj kërcënime, gjithsesht në farë forme të përdorte këtë farë lloj diplomacinë koercitive apo diplomacinë e forcës që njihet në terminologjinë politike dhe diplomatike, dhe në një farë forme dëshiroj që t'ju përçoj mesazhin e dur edhe partnerëve të tij të koalicionit për të gjithë shqiptarët në përgjithësi se unë jam kryesori këtu, gjithsesi l'État c'est moi, shteti jam unë, duke harruar numerikisht përqindjen shqiptare këtu dhe duke harruar në thonjza, se ai nuk e ka bërë këtë, domethënë pa ndonjë qëllim të caktuar, e ka fare të qartë dhe ne e dim se deri ku është i prirur që të shkojë. Ai në një farë forme dëshiron që të hakëmirret për diçka që sipas tij, pas ka qenë, përmendi edhe zotri Xhelili, shqiptarët e pas kanë pas marrur shtetin dhe tash është ai misionari i dur që duhet t'i rikthej shtetin gjithsesi Maqedoninë e Veriut maqedonasve. Mendoj që me këtë farë lloj përçapje më tepër i bën dëm Maqedonisë së Veriut për shkak se pse mendoni se VMR-ja ka një retorikë të tillë, e cila ashpërsohet posaçërisht gjatë zgjedhjeve? Në përgjithësi, diskursi polarizues i VMR-s është i tillë që nga viti 2006, kur e kemi parasysh në atë kohë kryeministri Gruevski përdorte këto farë lloj makinacionet e ngjajshme. Unë mendoj që VMR-ja në një farë forme nga orientimi alabas, që thonë francezët në fillim që e kishte pro-bulgar, mori një farë lloj kursi të çuditshëm dhe jo të natyrshëm, duke shkuar drejt përqafimit të ideologjisë pro-serbe apo duke shkuar drejt një filoserbizmi të çuditshëm që nuk i shkon, nuk i ngjan për shtati VMR-s. Këtu, kur jemi të VMR-ja, duhet kemi parasysh se gjatë qeverisës së parë që ishte me Partinë Demokratike Shqiptare, në atë kohë kur ishte figura e shuar e Arvën Xhaferit, 98-2000,
VMRO-ja nuk është quar me këtë vokabular, si ka pasur një përçapje krejtësisht të ndryshme dhe ne Ka jemi... qenë ma liberale, po? Ka qenë në një farë forme ndikimi i faktorit politik shqiptar ka qenë më i fuqishëm, por edhe kryeministri asaj kohe, gjithsesi Lukshën Gjergjevski, e ka pasur atë farë lloj ndjesinë që shqyqo pjesa që i takon të shqiptarëve duhet t'i jepet, dhe në një farë forme, në një debat televiziv më kujtohet që e pat pasur me ish kryetarin e Lidhjes Social-Demokrate të asaj kohe, Branko Crvenkovskin, më kujtohet shumë mirë, ai një farë forme i mbrojti shqiptarët më mirë se disa politikanë shqiptarë. Dhe më pas erdhi konflikti i vitit 2001, që disa e quajnë konflikt, disa e quajnë luftë kështu me radhë, po mbi gjithë ishte një luftë sepse ishin dy grupet armatosura dhe njëkohësisht ishin përfaqësues politike si grupi i palës Maqedonas dhe ai i palës shqiptarit, tash pa mos hyrë në analiza thella se çfarë përfaqësonte lufta. Thjesht a ka qenë momenti i dur, është dashur apo jo, ndodhi ajo që ndodhi, erdhi marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit po e përmendim deri në vitin 2004 është dashur të implementohet praktikisht. Ka pasur kuadrantin kohor. Dhe çdo marrëveshje, kur e ka kuadrantin kohor, duhet i ketë edhe sanksione në rast të mosbatimit, gjithsesi të mos implementimit. Dhe tash në 2004 është dashur që të kryhet komplet procesi i implementimit, gjithsesi i zbatimit të asaj marrëveshje. Ne jemi në vitin 2025 dhe po e shohim që marrëveshja e Ohrit ende mbizotron në vokabularin e gjithë politikanëve shqiptarë. Po mund të jetë rezultat edhe ndryshimit të pushteteve. Është rezultati i ndryshimit të pushteteve, por është rezultat në Kosovë. Po, por është edhe rezultat edhe me Serbi. Është më së e vërtetë, por është edhe një rezultat i një farë forme i asaj që dëshmon se skena politike shqiptare, gjithsesi partitë politike shqiptare që kanë qenë qeveri, padyshim që përgjegjësinë e ka sicila parti politike shqiptare që ka qenë pjesë e qeverisë. Sigurisht përgjegjësinë varësisht me përgjegjësinë, po do të them pak te VMRO apo më ne që edhe pyetja ime këtë bëjnë këtë aspekt. Si duke qenë se ju zoti Sulejman vini nga Kosova dhe shoh me qasjen dhe deklaratat shumë të balancuar të partive politike shqiptare ndaj komunitetit të dytë që janë serbët, dhe duke marrë parasysh retorikën që ka VMRO-ja për partia më e madhe në kampin politik maqedonas ndaj partnerëve të koalicionit apo ndaj shqiptarëve. Si e vlerësoni ju këtë dhe si e shihni? Nuk besoj edhe nuk është e drejtë të bën krahasime të tilla për faktin se shqiptarët në Maqedoni janë alfa omega e funksionimit të shtetit Maqedonas. Nuk ka mundësi të funksionojë as të jetojë as të ekzistojë një shtet Maqedonas pa shqiptarët, se përbëjnë gjysmë në popullsisë. Në Kosovë minoriteti ka të drejta për shkak se është numerikisht shumë i vogël dhe po mos ju garantojnë këto të drejta atyre nuk do të përfaqësohen kurrë në mënyrë të demokratike me votë. Po këtu mendoj kur folum për VMRO të përmendim, mendoj që kjo retoriku mendoj që ai do të arritë edhe më shumë, sepse retorika nacionaliste e tyre e rriti shumë si subjekt politik. Në dy parë zgjedhje, e vazhdoi të ketë sukses të jashtëzakonshëm. Dhe kjo është, mendoj që konkurrencën më të madhe e VMRO të PMN-s mund t'ja kesh dhënë një subjekt tjetër shumë më liberal nga Maqedonasi, në këtë rast LSDM, e cila faktikisht ka shku në çdo palë zgjedhje duke rrallë më shumë. Edhe duke u rrit një subjektitë që mund të konsiderohet edhe më ekstremist. Po paka shumë mendoj që nga këto retorika dhe nga kjo çështje e subjektit më të madh Maqedonas duhet ta shfrytëzojnë si mësim pala shqiptare. Seleksion, po shqiptare, ta ketë si sepse varësisht prej gjuhës së kundërshtarit edhe ose veprimeve që mund t'i bën kundërshtari politik këtë rast, që ka asociuar të jetë edhe etnik, të veprosh. Edhe të kesh sigurisht se nëse ti nuk mendon për pjesën tonë, do të jetë më vështirë. Profesor Runa. Unë mendoj se sa herë që ndodhin këto marrëveshjet historike, si ajo e Kosovës që ishte në Rambuje, ashtu edhe marrëveshja e Ohrit, duhet shumë kujdes dhe vëmendje çfarë nënshkruan dhe si palët arrin që me zvedit merren vesh. Ne kemi bërë një gabim për shkak se kemi lejuar që tash të mbaremi prej asaj se cila parti fiton dhe sa herë që do jetë një parti më e fortë,
ti rrezikoni të drejtat tona, që do të thotë nuk kemi bë llogari të mirë që zgjidhja të ishte konceptuale. Ne duhet të kërkojmë që në kushtetutë mos figurone 20% i shqiptarëve për të qenë gjuhë zyrtare, gjuha shqipe, por të figuronte gjuha shqipe. Shqipe dhe pikë. Po. Edhe në Kosovë nuk bëhet fjalë ajo që tha mysafiri nga Kosova se ato janë pak, jo, është nënshkruajtur marrëveshje, nëse ju doni të keni shtet të ri, ju do të garantoni një asociacion. Ato janë edhe në kushtetutë. Janë të normuar. Po, janë të normume, edhe faktikisht ju tash mundoheni të shmangeni asaj përgjegjësie, mirë po, ajo është marrëveshje e nënshkruar dhe nuk ka shmangje. Ne tash kemi ardhur në përfundim se duhet një marrëveshje tjetër historike, e cila do ta rregullojë në mënyrë kushtetuese çështjen e këtij shteti. Për shkak se maqedonasit janë 54% dhe u bën padrejtësi bullgarëve që nuk i fusin në kushtetutë, që ato ta kenë grafën e vete për t'u regjistruar dhe sipas pasaportave ka mbi 100.000 pasaporta bullgare, që do të thotë se struktura nacionale do të ndryshon e dukshëm. Dhe këtë nervozizëm e shikoj unë te Mickovski, për shkak se për ndryshe nuk paraqesin këto ndonjë faktor. As janë ndonjë superfuqi, as janë ndonjë popull që kanë ndonjë përkrahje shumë të madhe prej dikujt dhe kanë leju të deportohen bota serbe në Maqedoni për të disiplinuar shqiptarët qinse dhe për të bërë një inat Bullgarisë. A në këtë drejtim humbës do të jenë vetë maqedonasit. Unë e përmend dhe Për çfarë periudhe profesor po fol, se në periudhën e afat shkurtë mendoj që humbës po dolin të jenë shqiptarët, sepse mos presim që në një subjekt ku ndikimi serb është më i madh të jetë i mirë ose i putë me shqiptarët. Ja kështu. Për na afat më gjatë nuk e di. Unë e di se sa herë që shqiptarët janë sulmuar edhe kanë pas tendencat që t'u akufizojnë të drejtat, aq më tepër na kanë mobilizuar, se kemi të drejtë të mobilizohemi, të mbrohemi dhe të kërkojmë barazi të plot. Kështu që tash shafkori diplomatik, diplomacia heshtën, mirë po me siguri janë duke vrejtë se kryeministri është duke e shpje vendin mbas. Është duke kthyer vendin në vitet që i kemi kaluar. Dhe tash në aspektin historik me e marë, shqiptarët ka periudha kur presin zbatohen që ato marrëveshje, mirë po ka periudha kur mobilizohen dhe kërkojnë atë që u takon. Ne tash nuk humbim, nuk jemi duke humbur, ne fitum komunën e Çashkës, ne tash çështja shqiptare ka mbrit në Veles, çështja shqiptare duhet të hapet në Krushev, çështja shqiptare duhet të hapet në Manastir, dhe ato e dinë se me këtë dinamik që shkojnë punët, prandaj edhe i shmangën rrugës së Bashkimit Evropian, se nëse nesër merr përgjegjësi dhe bësh antari i një unioni, atëherë duhet të zbatosh të gjitha të drejtat e bashkësive që jetojnë në atë shtet. Në dukje mund të ndërlidhem në lidhje me këtë komentim që e vënë, shqyqërën i nderuar, në përgjithësi unë e perceptoj këtë farë lloj gare si një maraton. Tashi ne jemi në gjysmën të rrugës, maratona është 42 kilometra. Nëse jemi në gjysmë. Po, mund të kundrohet, të perceptohet, krijohet një farë lloj imazhi ndoshta që eventualisht shqiptarët janë duke humbur apo ala Maqedona se ka arritur ta ushtrojë superioritetin, por mendoj që shqiptarët vazhdimisht kanë treguar që dinë të veprojnë kur janë të rrezikuar, kur janë të cenuar, kur thjesht ndonjëherë me instinkt, ndonjëherë me mendje, por çfarë i duhet shqiptarëve? I duhen lider, duhen parti politike të cilët do dinë që t'i kanalizojnë dhe t'i shpihen në drejtimin e duhur. Tash skenës politike shqiptare fatkeqësisht i mungon një figurë si figura e Ardhën Xhaferit.
Ne kemi shumë qartë se disa mundet që t'ja kenë zilin, disa mund t'ja kenë edhe xhelozin. Por e dim shumë qartë në vitin 2001 marrëveshja e Prizrenit, kur pat arritur. Prak të arritjes së marrëveshjes së Prizrenit, të Prizrenit, unifikimi i faktorit politik shqiptar, gjithsesi krau ushtarak dhe krau politik i Meri, Arben Xhaferi dhe Ali Ahmeti. Ka pasur presione të mëdha Arben Xhaferi që mos të arrihet ajo marrëveshje. To presioni i kanë ardhur qoftë nga pala maqedonase, qoftë nga bashkia ndërkombëtare, por Arbi me atë dëshmoi dhe tregoi që sheh përtej politikës. Në momentin që liderët tanë, të cilit do të qoftë tabor politik që janë, shohin përtej dioptrisë e tyre politike, thjesht e shohin interesin kombëtar, i cili në dronca të caktuara është drumcuar dhe cenohet vazhdimisht, jo vetëm gjatë kësaj qeverisje. Ne duhet jemi të sinqert dhe ta themi të vërtetën, se nuk janë vetëm këto 15 muaj që çështja shqiptare ka marrë ndoshta këtë. Tash është më e aktualizuar, edhe më herët elementi shqiptar i ka penguar palës maqedonase. Dhe ndoshta në qeverisjen paraprake ka pasur ca lëvizje, ca përçapje pozitive. Këto kanë qenë thjesht iluzione. Pse? Sepse po e shohim vetë sikur të kishin qenë të normuara, qoftë gjuha shqipe, qoftë të drejtat e shqiptarëve. Çka jo me mendja, hajde bëhemi të sinqert. A do të arrinim deri tek ajo shkallë që sot një Mickovski apo nesër një Mickovski tjetër që ti vinte në pikpyetje këto të arritura? Jo, po pikërisht sepse nuk ishin të normuara, nuk ishin siç duhet të rregulluara, i vjen mundësia sot edhe një Mickovski e nesër një tjetri që t'i rishikoj dhe që të luaj me ta. Bashkëpunëtorët tanë nga tereni për na dërgojnë në të dhëna. Tani për tani gjithmonë të dhëna janë jo zyrtare nga komuna e Studrinçanit, Azem Sadiku si kandidati i pavarur deri më tani ka 3406 vota, kurse Ejup Abazi kandidati i AKI-s ka 3792 vota. Gjithmonë këto të dhëna jo zyrtare. Kjo është komuna e Studrinçanit. Kurse kemi diferenca ndikon llogaritet 386. I pavarur ka më shumë, po? Jo, ka kandidati i AKI-s. Kurse kemi edhe të dhëna për Tetovën, gjithmonë po flas janë të dhëna jo zyrtare, ku Bilal Kasami deri më tani kandidati i Vlenit ka 13102 vota, kurse Bajram Rexhepi kandidati i AKI-s ka 9890 vota, ndikon një diferencë prej 3000 vota. Kurse në Bogovin vetëm sa ka filluar festa. Këto janë gjithmonë të dhënat jo zyrtare për bashkëpunëtorëve tanë nga tereni. Zoti Xhelili, si e vlerësoni raportet VMRO-DPM gjatë këtyre 2 javëve? A u sfidua koalicioni i qeverisës? Po, u sfidua bile pak e tepruar, për shkak se kryeministri drejt për së drejti ka nosi një kandidat të koalicionit Vlen, jo, kandidatin e Bërvenicës, po, qenë se do të shkarkojnë nga detira sa po të mbarojnë zgjedhjet për shkak se ai, sipas tij, qenë ka thirrë në përkrahje etnike. Në kartën nacionale. Po, ajo të reagone si gjithë kandidatët tjerë, flas gjithmonë sipas tij, flase për çështje për tema lokale. Mirë po, kjo kanosje i ka revoltuar shqiptarët. Ju kthy bumerang, profesor. Bilal Kasami u deklarua para se do ta mbështesin kandidatin shqiptar në Kërçov. Pastaj kishte një reagim tashpër nga Kristian Mickovski, i cili tha se e kam pas vështirë t'i bindi palën maqedonase t'i votojnë kandidatët e koalicionit Vlen, i kam pa si pa dëshirën e vetë ata kam votuar, dhe më vjen keq se këta nuk na i ditën për nder, nuk kam ngërkuar shërbime, por këtë nuk u afali. Dhe këto fjalë të tij, sikur e revoltuan tej mase popullin shqiptar, dhe shqiptarët filluan të mendojnë ndryshe, filluan të mendojnë se edhe Bilal Kasami duhet një lloj si Arben Taravari që lishoj qeverin. Ai sot nuk ka në parlament shumicën e Badinterit dhe shumë ligje të rëndësishme i ngelin pa miratuar. Nëse vazhdon ai kështu, BDI-ja edhe fronti
apo Aleanca Kombëtare sfidojnë që të dale në zgjedhje parlamentare të parakoshme dhe të matët edhe një herë, për shkak se AKI-ja është fituese absolute e votave shqiptare sa i përket numrit të këshilltarëve dhe votave partijake. Tash unë jam i sigurt se mbas këtyre zgjedhjeve raportet ndëretnike kanë filluar të eskalojnë. Kemi pas disa ndeshje futbolli ku janë ofenduar rënd shqiptarët, janë përmend përsëri dhoma gazi për shqiptarët, vetëm shqiptari i vdekur shqiptari mirë, e kështu me radhë është kënduar në korr për vdekjen tonë dhe gjithë këto do t'i përshkruan VMRO-s dhe Kristian Miskovskit dhe marrëdhëniet ndëretnike janë duke mbri një pikë kulminimi që mund të ketë pasoja dhe prandaj do ishte mirë ai menjëherë mbas rundit të ditë të zgjedhjeve të kërkoj falje publike shqiptarëve dhe të përgatiten për zgjedhje të parakoshme parlamentare me kusht që në një periudhë të shkurt të ketë qeveri të zgjeruar teknike që do të bëheshin ndryshimet kushtetuese dhe vendin pastaj të ecën në rrugën e antarësimit drejt Unionit Evropian. Para se të vazhdojmë një sekunde. Sipas bashkëpunëtorëve tanë nga Struga që na dërgojnë tani të dhëna, sipas tyre mbi 70% të votat të cilët tani janë numëruar, Arsim Dalipi, kandidati i AKI-s, ka 9.085 vota, kurse Mendyqyra, kandidati pavarur por i mbështetur nga Vlet, ka 9.032 vota. Pra dallimi 53 vota mes këtyre dy kandidatëve. Që është një rezultat shumë i ngusht që mundet edhe shpritet edhe të ndryshojë. Unë dashta veç një diçka me që përmene këtë idejen e mundësisë të tërheqjes së koalicionit shqiptar nga qeveria, koalicioni i qeverisë që është. A mendon që edhe njënë prej sinjaleve që mund tjetë është edhe tërheqja tash e zotit Izet Megjidimi që do të betohet si kryetar dhe nuk mund ta marrë pozitën edhe të zëvendës kryeministrit, edhe ai konsiderohet njëna prej figurave kryesore të koalicionit Vlen. A mund të ndikojmë edhe kjo? Koalicioni Vlen brenda është, si të them, është një përbërje hibride dhe Izet Megjiti e shfrytëzoi një moment shumë të volitshëm kur Bilal Kasami ndodhi i qortuar nga kryeministri, ai lishoi në opinion një provë se është i gatshëm t'i prik koalicionit Vlen si lider, si kryetar partije, që do me thanë formohet një parti Vleni dhe ai tjetë kryetar. Mirë pa atë thanë në momentin kur Bilal Kasami ishte varështë prej votave të Miskovskit, edhe unë gjej i kushtëzuar dhe kjo me siguri do të reflektohet nëse fiton Bilal Kasami për shkak se tetova qendra kulturore, politike dhe arsimore e shqiptarëve në Maqedoni. Edhe me siguri Izeti pak shpejtoi dhe ndoshta i konvenon Izeti që t'i humbe zgjedhjet Bilal Kasamin Tetov, që ai të bëhet lideri Vlenit, mirë po do të ketë ende punë dhe ai koalicion nuk e di si do të vazhdoj me 11 deputet. Ju kërkoj falje që ju pengoj dhe ju ndërpres. Bashkëpunëtorët tanë po na shkruajnë nga Tetova, por gjithashtu edhe tani edhe KQZ vetëm sa i ka zyrtarizuar, ku nga 93.16% të votave të numëruar në Tetov, Baram Rexhepi, kandidati i AKI-s, ka 14.838 vota, kurse Bilal Kasami, kandidati i Vlenit, ka 19.603 vota. Pra një dallim prej 5.000 vota. Kështu që me këtë rezultat do është edhe... A janë publiku për Bervenit të... Por Bervenit nuk kemi... Tash ka filluar edhe 75% të numërimit të votave sipas të dhënave të KSZ-s. Haqim Ramadani, kandidati i Vlen, udhëheq me 60.70% apo 3.207 vota, kurse kandidati i VMRO DPMN-s Jovica Ilievski ka 37 prej se 35% të vota apo 1.973. Besoj që edhe aty është pasqyra e qartë. Do me thonë distancimi i Bilal Kasamit nga Kërçova dhe Bërvenica, VMRO-ja e ka votuar dhe tash ka vendos në një hipotek të re, e cila do tjetë, ajo nuk e dim, mirë po me hipoteka nuk mund vazhdone partneriteti, se partneriteti nënkupton bashkëqeverisje. A bashkëqeverisja duhet bëhet në bazat të raporteve të barabarta
dhe duhet bëhet programore, po edhe nacionale, për shkak se Maqedonia është shtet multietnik. Unë kam prit që kryeministri Kristian Miskovski për ta forcuar partnerin e vet të koalicionit, do të jetë diçka më tepër. Për shembull, nëse u takojnë 6 ministra, ajo është dash thotë prej me i keni edhe 2 ministra tjerë. Nëse keni 20 drejtori, do t'ju japë edhe 5 drejtori tjerë. Vetëm që të binden qytetarët e Maqedonisë se partneriteti është i sinqert. Ai ato ditës i ngushtonte, ditës u akufizonte të drejtat e shqiptarëve dhe i vendonte në pozita jo të lakmueshme. Unë kam biseduar me njërin prej liderëve shqiptar që e braktisi qeverinë e tij, ai më ka habit kur tregonte se Miskovski ka pas ambicje që në për komunat shqiptare, sidomos në ato ku ka shumicë absolute, ka dash të marrë 40% të pushtetit lokal për shkak të votave që i posedon ai në për komunat shqiptare. Mirë po, do ishte pa drejt në komunën e Gostivarit, Tetovës, Strugës, Dibrës, të ketë pushtet prej 20%, kur numri i Maqedonasve është diku 15%. Desha me diçka që unë në bazë të asaj zhvillimeve që ndodhen gjatë fushatës, në fillim të fushatës në Bërvenicë të Haqim Ramadani, u kërkoj edhe të vlenit, edhe AKI-sta nuk po du me ardhë asnjë në tubim hapës, edhe një farë mënyre a konsiderohet mos i kandidat i vlenit, kryetari i vlenit, apo i pavarur në asimi se me këndvështrimin tem a i fitoj vetë zgjedhjen. Nëse i ka fitu, unë mendoj se do t'i fitoni. Deri tash. Ajo që e lujti atë lojë, ai shumë bukur e lujti, për shkak se po të shkonte ai tash kundër liderëve të vlenit, se ato nuk kanë një lider, po të shkonte kundër edhe AKI-s, nuk do mundeshte të mobilizoni, të sensibilizoni shqiptarët. Dhe ai tha, do të fitojmë komunën e Bërvenicës se na takon neve jemi shumicë, pa liderët. E ftoj popullin dhe vetëm me popullin. Do me thonë, AKI-ja, shtabet e AKI-s i shkunë në ndihmë, të vetët heshtën, por indirekt e kanë ndihmuar, besoj që e kanë ndihmuar, dhe tash ai nuk bën ndonjë mrekulli, ai e kthen një komunë që ka qenë shqiptare, është marrë para 4 vitesh nga një kandidat maqedonës. Kjo është edhe një dëshmi shumë e mirë që flet dhe që dëshmon që kur bëhen punët në sinkron, dhe kur bëhen me një farë lloj diotrie bipartijake, bipartizane, tesh kur është interesi jetik, shqiptarësia, shqiptarët kur të veprojnë jashtë asedrave partijake, jashtë këtyre ngjyrimeve partijake, ja dalin shumë mirë. Dhe dëshmia më e mirë është këtu komuna që do të besoj që do të qeverisë nga interesante, kemi shumë nga Koçova ku sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me 59.66% të votave të numëruara, udhëheqë kandidati VMR do përmenes Aleksandar Jovanovski me 55.49% apo 8.350 vota, ndaj Fatmi Deharit me 41.65% apo 6.308 vota, para një dallim prej 2.000 votave. Zoti Ramadani, si e vlerësoni qëndrimin e liderëve të vlenit ndaj komunës së Korçovës? Unë mendoj që kandidatit të AKI-s. Fillimisht do duhet të analizoj se si është qëndrimi i përfaqësuesve të AKI-s të cilët e nxorën si kandidat Fatmir Deharin. Mendoj që në një farë mënyre i ahuqën me përcaktimin e kandidaturës së Fatmir Deharit. Pse? Kemi parasysh këtu farë lloj bombat që dolën rishtazit dhe që kanë dalur edhe më herët, i kemi dëgjuar, kanë qenë të mjaftueshme për t'ia bërë të ditur partive që kanë qenë në koalicion në AKI, do të gjithësisht në VDI-s, që nuk mund të luash me të njëjtën figurë i cili është i ezauruar, sepse në një farë forme ja dhan argumentin shumë të fuqishëm partive të vlenit, që të cilët thirrën në kredon morale, në kredon etike, e dëgjuam edhe kohët e fundit këtë farë lloj arsyetimin që ne jemi për principin etik dhe jo për principet etnike. Ndërkaq kryeministri Mickovski të kundërtën e dëshmoi, ai më shumë ishte i udhëhequr nga principet etnike se sa ato etike.
Mendoj që BDI-a dhe AKI-a huqën me nominimin, me përcaktimin e kandidaturës së Fatmir Dearit. Fundja djeshtë është një figurë që deshëm apo nuk deshëm, nuk them unë, bombët janë ato inqizimet që po e nxjerrin që është figurë e ezauruar, e hargjitur dhe e kompromituar fatkeqësisht. Unë besoj që edhe ndoshta edhe në komuna të tjera mund të ketë figura të tilla, të cilët ndoshta janë edhe më zgjedh, por së paku mendoj që AKI-a është dashur që ose edhe ai vetë Fatmiri që të tërhiqet, po fundja kur u përcaktuan që të ish ti kandidat, ti e ke ditur vetëm se çfarë je dhe e ke ditur parafërsisht atëfar muhallën aty, atëfar lagjen se çfarë lloj ndikimi sinqeritet politik duhet patjetër që të ketë sinqeritet, se fundja do mos ketë sinqeritet. Teorikisht po. Mirë, po tash unë përsëri mendoj se Fatmir Deari fitoi në rundin e parë për dallim prej Fatmir Limanit edhe prej kandidatit tjetër. Që do të thotë te shqiptarët e Kërçovës këto bombat që unë mendoj se pa të drejtë dhe janë ato trame tulta, nuk kanë luajtur rol. Për shkak se ai ishte i dyti i ranguar dhe tash nëse votat e Fatmir Limanit dhe të kandidatit të tretë grumbulloshin, votat shqiptare ishin më tepër për 1500 prej kandidatit Maqedonas. Dhe ardhja e diasporës që me të madhe erdhen me aeroplana të organizuar mirë, që mos humbët Komuna e Kërçovës, se kur është formu Komuna e Kërçovës në vitin 2005 dhe u anulou për një mandat se qajshin Maqedonë se Kërçovën e kemi pikë të dobët, na i lini edhe një mandat. Ali Ahmeti u tregu zemërgjer u ala edhe 2 mandate dhe Komuna e Kërçovës është marrë në vitin 2013. Dhe janë shli 2 komuna shqiptare, Zajazi dhe Oslomej, që të formohet ajo komunë e cila është e parashikuar si komunë me marrëveshjen e Orit. Struga është formuar si komunë e tillë, Kërçova është formuar si komunë e tillë, Çajiri është formuar si komunë e tillë që shqiptarët t'i gëzojnë të drejtat e veta nëpër ato bashki, komuna ku ato janë shumicë absolute dhe ku janë shumicë më e madhe se Maqedonasit. Dhe Kërçova me strukturë nacionale është diku 55 me 45. Dhe tash ishin vetëm 59% të rezultateve. Unë mendoj se kandidati shqiptar në Kërçovë duhet fitone dhe çdo ndryshim e kthen situatën në para vitit 2013. Zotri Selemoni, ju prej nga Kosova, si e shihni këtë ndoshta mund të themi dhe strategji ku gjithë vëmendja mediatike dhe politike u përqendruar në Bërvenic, një komunë me 13.600 banor, një komunë relativisht e vogël dhe e qetë, kurse Kërçova me 56.000 banor, një komunë e madhe dhe me rëndësi shumë të madhe për shkak se në aspektin e ndarjes, sipas ndarjes territoriale të vitit 2004, një pjesë e Kërçovës bën në njësinë 5 zgjedhore dhe një pjesë në njësinë 6 zgjedhore, e cila prodhon edhe numrin më të madh të deputetëve shqiptar, u la disi në hije dhe gjithë vëmendja u përqendruar në Bërvenic. Tash këtë ideja është e prodhimit të lajmit. Ai djali prodhoi lajm, përveç asaj, lajmin edhe për ta bërë famshëm i ndihmoi edhe Bilal Kasami, i cili ndryshoi fjalë. Njëherë doli si të ta mbështes, dikur doli edhe kritikoi edhe nuk i ofroi mbështetje pasi u taku me kryeministrin Mickovsi, i cili unë mendoj që një politikan i tillë kam prit që do të ndëshkohet në Tetov, për shkak se nëse e shihni videon edhe deklarimin e Bilal Kasamit, ai i ndrojtur flet me frikë flet ka shi kryeministrit që e ka partner koalicioni. Se mbi gjitha është një garë, vaje kërcënoi, tha marrëveshja është që kandidatët e koalicionit kudo që janë të mbështeten, tha shkoj e takoj pikrisht për çet arsye, që ti nuk guxon të ndikosh atje, përveç që e kërcënoi ata direkt kandidatin Haqim Ramadan, ja të reki vrejtur, nëse mund të thumi, mos shprehemi që janë ngreu vesh Bilal Kasamin që mos e merr me këtë punë. Edhe detyroj me shku edhe në komuna tjera, me ofru mbështetje kandidatit në Strug,
kandidatit kënë të pavarur Më ndëgjyre. në një qyr, i cili sigurisht që është kandidat i koalicionit. Fora nuk është i pavarur në bazë asaj që ka marrë mbështetje, po konsideroj që në këto pak numërim të votave që kanë mbet atje dhe sa kanë numëru, Faleminderit shumë zoti. do të mund të jetë fitues edhe unë besoj që do të jetë fitues kandidati AKI-s. Më hupi emri. Arsim Dalidi. Arsim Dalidi. Faleminderit shumë. Do të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe do të kthehemi vetëm pas pak. Të nderuar shikues, jemi rikthyer përsëri në emision për të vazhduar debatet dhe diskutimet për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale këtu në Maqedoninë e Veriut. Zoti Xhelili, deri tani sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për komunën e Korçovës, ku janë numëruar 74.79% të votave, Aleksandar Jovanov si kandidati i VMR-s udhëheq me 53.81% të votave, ndaj kundër kandidatit të tij të AKI-s Fatmir Deari me 42.99%. Si e vlerësoni këtë rezultat duke marrë parasysh se ende nuk është fundi, ka ende kutit votimit për të numëruar? Deri tash ka qenë praktik, sa herë që kanë shkuar në raundin e ditë një kandidat shqiptar dhe një kandidat Maqedonas, të gjithë shqiptarët, edhe prej diaspore, kanë ardhur dhe kanë mbështet kandidatin shqiptar dhe 4 mandate me këtë komunë ka udhëheq një shqiptar. Tash, si duket, dikush ka ndikuar që mos jenë kompakt votat shqiptare dhe indiferenca e vlenit ka ndikuar që ndoshta edhe këtu kjo komunë të vendohet në pikpyetje se në të ardhmen mund të vazhdoj të udhëheqen nga një shqiptar, që do të jetë një situatë e re, për shkak se gjërat kanë filluar të ndryshojnë dhe kjo do të jetë alarmante. Është e vërtetë se janë krijuar dy bloqe politike shqiptare, mirë po votat për këshilltar treguan se njëri blok opozitar ka më tepër vota dhe tash bloku politik që është në pushtet, vleni, do të arsjetoj pjesëmarrjen në qeveri, në një farë mënyrë do ta legalizoj tash pjesëmarrjen, se deri tash e ka pas të kontestuar. Dhe me këto dy komuna shqiptare, nëse rrezikohen, Kërçova dhe Bërvenica, do me thonë vleni ka një faj që kanë qenë indiferent dhe kanë lejuar që komunat shqiptare të kalojnë në qeverisje të një kandidati Maqedonës. Zotëri Ramadani, po ju si e vlerësoni rezultatin e Korçovës, po edhe në Bërvenic, kur deri tani të dhënat jo zyrtare na tregojnë se Haqim Ramadani ka humbur kundër kandidatit. Po presmi të dhënat zyrtare nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Është demokracia, thjesht kjo është edhe vërtet i demokracisë, fiton ai që ka më tepër vota. Mendoj që nëse flasim në cilësitë e asaj si ndihem unë si shqiptar, më vije keq që ka humbur, nëse eventualisht është ashtu që siç thoni ju, edhe në bazë të asaj të atyre rezultateve deri më tani që janë, më vije keq që ka humbur kandidati. Nëse i referohemi fakt që të në dhonave, Po. mos të sheme është aqimi duke prirë, po të shohim është ende uroj që mos jetë... Sa përqind, a është 94.34% numërume? 94.34%. 95.83%. Me në qënë problem me ndryshu këtë rezultat. Nëse eventualisht ndodh, mos është zoti që të shkoj kandidati Maqedonas, se them... Si thash, janë të dhëna jo Por zyrtare nga thash, tereni. nuk duhet të befasohemi edhe nga numrat që mund të dalin, por në Kërçovë, si që thatë. Unë mendoj, është mendimi im dhe këtë e ndaj publikisht edhe këtu para publikut, përcaktimi më i gabuar i AKI-s e konkretisht i BDI-s ka qenë nominimi i Fatmir Dearit për kandidat të komunës Kërçovës. Mendoj se me tër ato inqizime, me tër ato përgjime, me tër ato bomba si shinjen që filluan të dalin që nga viti 2016-17, është dashur fillimisht ai që të reflektoj, sepse tek shqiptarët ne e di shumë mirë, kredoja morale është shumë e rëndësishme. Tashi, nëse mu personalisht do të më pyesni se mes dy kandidatëve cilin do ta shqeni, pa dyshim që do të orientoheshim dhe do të përcaktoheshim për një kandidat i cili është shqiptar, por mendoj që është gabimi më i madh i mundshëm që ka bërë AKI-ja
në mesin e një sër gabimeve të tjera që duhet thënë troç me nominimin e Fatmir Deharit si kandidat për kryetar komune. Dhe mendoj që me këtë ja kanë bërë edhe gropën vetës. Me qasë që edhe Bërmenica tash KQZ-i ndryshon rezultatet në sekund, me qasë aty një kuti po ndryshon, Po, dhe mbas edhe që tash të fundit ku janë 99,96%, dikon 100 vota, ama pak. 145 vota është dallimi, sipas këtyre talloneve. Tash, me thonë është 99,96, apo 100% numërume. Me thonë, e pat puna e qëllit. Interesant është të dhënat në Dollnen, ku deri tani janë numëruar 95% të votave, kandidati i Vlenit Blerim Ismaili ka fituar 59,70%, kundër kandidatit e tij nga VMRO DPMN Sashko Veljanovski me 38,09%. Pra mund të themi se këtu Blerimi është fitues punën e Dollnenit. Profesor, që të rezultate mund të prodhojnë një situatë të re politike në Maqedoninë e Veriut. Sepse nga ajo që unë konsideroj edhe kam pa deri tash, mendoj që mund të i prodhoj zgjedhjet e jashtëzakonshme ose zgjedhjet parakohshme. Është interesant se qeveria ishte shumë e prerë sa i përket fitores absolute në të gjitha nivelet dhe në të gjitha komunat. Ditën e djeshme, ku është shkelë dhe ligji, komplet qeveria ka qenë në Bërvenic, kryeministri me ministra, për të botë trusni që ajo komunë të fitohet. Çdo aksion do të prodhoj reakcion. Unë mendoj se shqiptarët kam bërë edhe një shkrim se si do t'i përgjigjen shqiptarët në të ardhmen Kristian Mickovskit. Ne kemi pas një kryeministër i ngjajshëm si Kristian Mickovski, bashkëpartiak i tij, i cili ka bërë aferat të shumta, burgosje masovike të shqiptarëve, vrasje dhe më në fund iku prej Maqedonie dhe shkoi në Hungari. Para ca ditësh Daniela Arsovska i bënte të fala kryeministrit Mickovski nëse vazhdon me këtë vrull të shprehjes së pushtetit dhe keqpërdorimit të pushtetit për nevoja partijake dhe për nevoja grupore, edhe ai do ta ndjek, domethënë edhe atë do ta ndjek i njëjti fat dhe çdo dhunë apo çdo kanosje për të marrë pushtet në një moment duket se është e mirë, por pasojat vinë më vonë. Unë mendoj se këto zgjedhje do të lënë pasoja te populli shqiptar dhe ndoshta do të ketë ndonjë tristë të rumbullakët me liderët e partive shqiptare e ndikuar nga Kosova dhe Shqipëria, që shqiptarët mos lejojnë edhe më tutje të jenë vegël një kryeministri dhe një parti maqedonase e cila në thelb në esencë është parti nacionaliste. Megjithatë, profesor, liderët, nëse mund të quajmë lider ose udhëheqësit e koalicionit Vlen nuk mendojnë kështu. Ata mendojnë që asnjëherë më parë nuk kanë pas të drejta dhe hapësirë shqiptarët në institucionet e Maqedonisë së Veriut se sa që kanë dhe qeverisjen e tyre. Nuk është e vërtet. Kjo është një konstatim i përgjithshëm se Mickovski është duke e kthyer krenarin, ta shtuqujtur krenarin e maqedonasve nga uzurpimi i institucioneve prej shqiptarëve. Ai kështu është deklaruar. Është deklaruar edhe më keq. Ai ka thënë se largimi i një partie politike nga koalicioni Vlen ishte i qëllimshëm që ti asgjësoj votat e maqedonasve në komunat me shumicë shqiptare. Domethënë, ai ka tendenca të rrezikshme që ta zvogëloj rolin e faktorit shqiptar në Maqedoninë e Veriut dhe një analist nga Kosova në një debat që kishim në TVE, ai
bëni kritika shumë të mëdha ndaj Shqipërisë, ndaj Kosovës, se lejojnë edhe Kosova edhe Shqipëria që një grusht Maqedonës që kanë 100 probleme me shtetet fqinje, që nuk janë asnjë faktor, të lejojmë që ato t'i maltretojnë 700.000 shqiptarë që janë në trojet e veta etnike. E ta shumë këtu mendoj që kësaj situate aktuale që ka prodhu një zgjedhjet e fundit parlamentare me hyrjen e Vlenit në qeveri, është rezultati i mbështetjes fuqishme që kryeministri aktual në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka dhënë këtij koalicioni, struktura të tëra të subjektit politik vetëvendosje me mekanizmat nga më të ndryshme të janë kontra fokusuar në zgjedhjet parlamentare. Edhe në këto lokale ka pas të tillë që kanë marrë pjesë, po në zgjedhjet parlamentare ku vlen pavarësisht që mori më pak vota se koalicioni AKI, ata kanë pas një mbështetje të fuqishme prej lëvizjes vendvendose dhe strukturave të këtij subjekti politik. Ato nuk kam pas ndonjë veprim konkret. Kam pas një simpati ndoshta që në Maqedoninë e Veriut të ketë rotacion të pushtetit. Edhe ne vetë kemi dashur rotacionin. Uroj të jetë veç ashtu. Po. Në Kërçov vetëm vëmëroja ka filluar festimet. Zoti Ramadani, duke marrë parasysh se sipas prodhënave të deritanishme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Alianca Kombëtare për të ngrimë apo AKI ka fituar vetëm komunën e Stolliçanit. Cila do të jetë e ardhmja e këtij koalicioni? Unë mendoj që e ardhmja e këtij koalicioni fillimisht do të jetë lideri i saj historik, gjithsesi i BDI-s Ali Ahmeti, do duhet që të rishikojë më tutje veprimtarinë e tij politike, për shkak se kjo është thjesht edhe një dështim dhe një humbje e tij. E para, e dyta, do duhet thjesht një performim tjetër i partive politike shqiptare, konkretisht nëse shkohet në drejtim të unifikimit të partive të Vlenit, drejt përzgjedhjes së një lideri të vetëm, sipas gjitha gjasave do të jetë Izet Mexhidi dhe ashtu siç edhe u deklarua pak më parë, mendoj që edhe në bllokun tjetër politik do duhet të ketë një ribrandim në mënyrë që të përzgjidhen figura të tjera politike, për shkak se me këtë rezultat ne mund të themi vazhdimisht që më tepër vota në nivel nacional ka marrur AKI-ja, po me këtë rezultat po e shohim shumë mirë se kush është duke e festuar fitoren. Thjesht mbet AKI-ja me shumë pak komuna, domethënë disponim. Andaj mendoj që do duhet një ribrandim dhe një rifreskim i skenës politike shqiptare, thjesht një parafrim dhe një koordinim me institucionet dhe me partitë politike në Shqipëri, në Kosovë, fundi është e drejtë legjitime, por edhe nuk duhet harruar se edhe në Kushtetutën e Shqipërisë parashihet shumë qartë për kujdesja e shtetit shqiptar për shqiptarët e cilët janë jashtë trungut am. E përmendët pak më parë implikimin e vetëvendosjes në skenën politike shqiptare dhe në Maqedoninë e Veriut. Mendoj që ky farlloj polarizimi mes kryeministrit në detyrë Albin Kurtit dhe kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama nuk mund të sjellë fryte pozitive, për shkak se ky polarizim reflekton edhe tek shqiptarët, qoftë këtu apo edhe në Preshev. E kishim rastin në Preshev polarizimi që ndikoi, thjesht një herë erdhi kandidati që u përkrah për kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, në këtë rast Shqipëri Marifi, më pas u bë rotacioni, erdhi Ardita. Mendoj që thjesht me ndryshime të figurave shqiptarët nuk do të mund në Maqedoninë të Veriut deri djeshmi iku, tash një i ri është edhe do të bëhet nami. Jo, në Republikën e Maqedonisë së Veriut duhet thjesht me norma të normohen të drejtat shqiptare. Kjo i bën gjua shqipe, siç e përmendi edhe zotri Xhelili, duhet të përcaktohet jo si gjuhë e përqindjeve. Shqiptarët nuk janë përqindje në Maqedoninë e Veriut. Shqiptarët janë realitet e para. Por mendoj që partitë politike shqiptare, qoftë ato tani që janë në opozitë, qoftë edhe ata që janë në opozitë, do duhet thjesht që të mendojnë se çka dhe si më tutje. Mendoj që një marrëveshje e re me palën politike maqedonase është një më shumë se imperativ kohor. Po secila prej taboreve politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut mendon se platforma e tyre është më e mirë edhe përfaqëson më së miri të drejtat e shqiptarëve që jetojnë këtu. Tash ju po kërkoni që të ketë një unifikim të qëndrimësh,
por kjo vështirë për të arritur. Unifikim qendrimet shqiptarët kanë dëshmuar që mund të kenë dhe këtë e përmenda jo rastisht situata krize, por na besoj që nuk duhet të presim situata më të thelluara të krizës. Maqedonia e Veriut është në një pozitë jo të mirë për shkak se fillimisht është i bllokuar procesi integrues. A ka krizë më të madhe se kjo? E para, e dyta, propozimi francez jo rastisht nuk ka ardhur, propozimi francez dhe propozimi që është në thelb francez, por a la bazë është propozim evropian, parashef që Maqedonia nuk do të mund të hapërojë dhe do të ngelet në këtë strumbullarje dhe në këtë moçal politik, në qoftë se nuk i merr hapat e dur për të përmirësuar, gjithsesi për të revizionuar, për të ndryshuar, për të amendamentuar kushtetutën, që nën kupton futjen e komunitetit bullgar. Dhe mendoj që çdo mund Mickovski apo edhe dikush tjetër të bëj lëvizje përçapje të vazhdueshme, të kthehet herë në anën në njërin anë, herë në anën tjetër. Është i pashmangshëm rrugëtimi drejt Bashkimit Evropian. Mungesa e Maqedonisë së Veriut në mozaikun e familjes evropiane dhe se çfarë sjell për këtë shtet shkërmoqje. Do të ta pyes profesorin vetë shkurt me çemin që them, pranimi i komunitetit bullgar a mund të ndryshon demografinë e popullatës në përqindje? Po. Ekziston mundësia që shqiptarët të jenë popullsia më e madhe? Në këtë aspekt ekziston ndoshta edhe frika te pala maqedonase se ato nuk do të jenë një ditë ndoshta shumicë, për shkak se mund të krijohen shumica të reja, se vetë përfshirja e bullgarëve në kushtetut nuk është rastësisht. Bullgaria nuk lishon pe këtë drejtim dhe çdo përqindje bullgare nuk do të jetë përqindje serbe apo e botës serbe, se maqedonasit 70% të emisioneve televizive i shikojnë Serbisë, anojnë për klubet e Serbisë, shikojnë filmat serik të Serbisë, ndjekin sportin e Serbisë e kështu me radhë dhe faktikisht bota serbe ka ndikim. Me përfshirjen e bullgarëve në kushtetut krijohet një situatë e re, të cilën këto e dinë dhe prandaj edhe bëjnë rezistencë. Maqedonia është shtet multietnik, bullgarët janë kategorik. Këto ditë ndëgjova një deklarat të një eurodeputeti bullgar se pas rundit të dytë të zgjedhjeve do të ketë në Maqedoni ndryshime të reja, rrethana të reja, që ndoshta edhe kryeministri ka kërkuar leje, ndoshta prej faktorit ndërkombëtar, të fitoj këto zgjedhje, siguroj ndoshta edhe një mandat në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, mirë po para se të shkohet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, t'i bëjnë ndryshimet kushtetuese, të cilat ndoshta janë të dhimbshme për ata, por janë demokratike për shkak se këtu ka pakicë bullgare, të cilët deklarohen dhe kanë pasaporta bullgar, dhe ajo përqindje, sipas disa analistëve, mund të mrit deri 20%, që do të thotë 31-2% shqiptar dhe 20% bullgar e krijojnë për herë shumicën dhe atëherë do të ketë një situatë reale, një pasqyrë reale të një shteti të mirëfillt, demokratik dhe multietnik. A mendon që mund të ketë parafrem të komunitetit bullgar me Po, shqiptar? për shkak se raportet bullgaro-shqiptare kanë qenë pinë kohën e Hasan Prishtinës, kanë qenë shumë të mira, kanë pas disa herë edhe bashkim idesh edhe forcas ku drejt Serbisë dhe mbretërisë serbe, kështu që problemi më i madh në Ballkan është Serbia dhe satelitat e saj që i ka në Bosnjë dhe në Maqedoni, se përndryshe popujt tjerë mund të gjejnë mirëkuptim dhe mund t'i balansojnë, domethënë, problemet dhe t'i zgjedhin në Unionin Evropian. Zotë Xhelili, deri më tani vëmërët do përmëne udhëheqën e 19 komuna në raundin e dytë. Në raundin e parë ka fituar 32 komune, pra në total 51 komune përfshirë dhe qytetin i Shkupit. Aq edhe paralajmëroje. Çka nënkupton dhe çka do të thotë kjo për skenën politike në Maqedoninë e Veriut? Kjo do të thotë monizëm. Vëmëroja shfrytëzoi rastin. Lidhja Social-Demokrate u tregu parti më liberale, e cila dëshiron të krijonte një Maqedoni
me relacione ndëretnike të relaksuara dhe bëri disa kompromise, si që ishte ai ndryshimi të emrit dhe Maqedonia hiri në NATO. Po të ishin ato në qeverisje, do ta kishin bërë edhe ndryshimet kushtetuese, do ta kishin hek edhe 20% si shifër, ku do të cekësht e gjua shqipe, dhe ato e pagujtën çmimin e asaj politike liberale, ndërsa politikat nacionaliste kanë, do me thamë, privilegje afatshkurte, mirë po nuk kanë jetë gjatësi dhe nuk mund të përballojnë një kohë më të gjatë. Zoti Ramadani, cila mendon se do të jetë e ardhmja politike e koalicionit Vlen? A do të shkojë drejt Unë mendoj që është patjetërsueshme unifikimi i Vlenit për shkak se nuk mundet thjesht që të qëndrojnë ashtu siç kanë qëndruar deri më tani. Mendoj që një apërim drejt një përbashkimi dhe një shkrirje, një fuzionimi, një krijimi, ribrandimi është i nevojshëm edhe tek partitë e Vlenit edhe tek partitë që janë pjesë e koalicionit të AK-is. Mendoj që kjo është e patjetërsueshme dhe rezultati zgjedhor dhe këto numrat që thjesht mund ndikojnë edhe mos i pëlqejnë, ftojnë dhe e përdoftojnë këtë që e them. Kohët e fundit është aktivizu kryetari i PTSH-s, zoti Mendithoçi, pavarësisht që nuk mori pjesë në këto zgjedhje, po pretendon që ose fakt është deklaruar që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare do të marrë pjesë. Cilën prej koalicioneve mund të dëmton nëse vërtet do të thotë që i hyn garës? Nëse mundëm thjesht është problem këtu te ne, domethënë historia ka treguar se një parti e cila fillon ramjen dhe mbrin fundin ka qenë shumë vështirë të ngritet. Kemi pas një parti e para që ka qenë shqiptare Prosperiteti. Tash PDSH-ja Mendithoçi me siguri e pasen këto zgjedhje nuk do të jetë konkurrues, nuk do mund të ofronte cilësi dhe përkrahje, prandaj edhe nuk mori pjesë në garë. Dhe tash përpjekjet e tij që ta mbaj gjallë frymën e PDSH-s ndoshta janë të kota, për shkak se ka një fjalë poetike e cila thotë se asgjë nuk mund ta kthej aromën e lules dhe shkëlqimin e barit pasi të kaputen. Ai ka larguar 5-6 gjenerata politikanësh, edhe atë gjenerata të tëra, duke menduar se në hijen e tij nuk mund të mbi asnjë dru tjetër, për shkak se qenë ka një dru shumë i madh, dhe se ajo dëshmon se liderët e tillë nuk lojnë trashëgimtar. Dhe çdo parti e cila nuk kultivon gjenerata të reja, nuk mund të ketë edhe suksese. Zoti Sulemani, si e komentoni fitoren e qeverisë Tanit, po flasim prej 96 kutive të numëruar nga 101 në komunën e Strugës, ku kandidati i pavarur me ndyqyra udhëheq me 50.06% kundër kandidatit e tij Arsim Dalipi nga AKI me 48.48%. Duke marrë parasysh se nuk është shumë fenomen që të ne të fitojnë kandidatët e pavarur. E para punës, diskutuam më herët, zoti Mendithyra nuk ka qenë krejtësisht si pavarur, ose më mirë thonë mund të deklarohet si pavarur, por ka pas një mbështetje të jashtëzakonshme të koalicionit Vlen edhe të VMRU të PMN-s. Dhe faktikisht kur keni mbështetje të tillë të subjekteve kryesore që janë, është vështirë të përmbyset edhe të mundet nga një kandidat i cili këtë Arsim Dalipi ka gëzuar një popularitet dhe një mbështetje të jashtëzakonshme qytetare, na kemi pa video si kur më parë edhe të Mërgatës, por megjithatë kur një qytet ka një popullsi të përzil dhe mënyrë të krejtësisht koordinuar edhe të organizuar, komuniteti ose qytetarët e shtetit të Maqedonas kanë votuar për kandidatin Mendithyra, shto kësaj që ai është një biznesmen i njohur edhe përveç kësaj, një mbështetje të jashtëzakonshme të koalicionit qeverisës, krejt qeveria
prej kryeministrit e ministra e kush ka mujt ka shku atje dhe i ka dhënë mbështetje, sigurisht që i kanë mobilizu votuesit e vet që ta dalin dhe ta mbështesin këtë kandidat. Kanë ditë shumë mirë që po të ishte një kandidat me siglin e subjektit politik do ta kishte shumë vështirë të fitante dhe kanë përdorur këtë formë që ta nxjerrin një kandidat kinse të pavarur, por vetëm që ta muin këta. Mendoj që edhe një mobilizim i tillë ka ndiku rezultati në nivel vendi sa i përket numrit të këshilltarëve, edhe votave për parti, me që AKI-ja ka marrë më shumë se vleni, dhe kjo i ka mobilizuar edhe më shumë që ata me gjithsesi të mos lënë të marrin numër të komunave AKI-ja, sidomos aty ku ka pas një mbështetje të jashtëzakonshme. Zotër Ramadani, çka do ndodhte me komunën e Kosivarit duke marrë parasysh se në raundin e parë të zgjedhjeve për 20 vota nuk arriti censusin e nevojshëm. Është një diçka e rrallë dhe e parë që ndodh në komunën e Kosivarit, por ashtu edhe të Vrapçishtit. Si shpjegohet ky fenomen? Unë mendoj që do të ketë përpjekje, domethënë edhe nga ana e kryeministit Mickovski, po edhe e partive shqiptare që janë në koalicion me të, që në Gostivar të bëjnë një kthesë dhe një farforme në Maqedoninë e Veriut. Partitë të cilët janë pjesë e qeverisë gjithmonë e kanë përparsinë kur ka kësi lloj ngërçesh, gjithmonë e kanë përparsinë që të bëjnë, do të thotë, të përmbysin rezultatin në favor të tyre. Unë mendoj që do të ketë përpjekje thjesht për të përmbysur rezultatin edhe në Gostivar, ashtu siç ka ndodhur edhe po e shohim edhe në komuna tjera, dhe besoj që kjo nuk duhet të habizet të çudisë askën. Thjesht kjo është politika, kjo është demokracia, dhe në demokraci numrat flasin, janë ata që përdoftojnë. Deshëm apo nuk deshëm? Është me rëndësi ta cekim një fenomen i cili jo se për herë të parë ne kemi ditë apo e kemi biseduar. Çështja e mërgimit të shqiptarëve është problem i cili ka vite që na brengosen neve, për shkak se lëvizja e popullatës drejt Evropës edhe sot e kësaj dite është në duke ndodh. Dhe ne që jetojmë këtu, gati se jemi në proporcion 2:1 deri në 3:1 që janë jashtë dhe që jemi brenda. Çdo familje ka më tepër antar në Evropë, në perëndim se sa në vendlindje. Dhe këto që ndodhin tash me Kërçovën, që ndodhen me Bërvenicën, mund të ndodhte me Çashkën, ndodhen me Gostivarin, me Mavrovën, Rostushin, për shkak se popullata më tepër votuesit i kemi jashtë se sa brenda. Mirë po, në dy komuna prej këtyre, në Mavrov dhe Rostush, Mavrov, Rostush dhe komuna e Qendër Zhupës, atje ka pas probleme edhe para këtyre ciklave zgjedhore dhe disa herë janë përsërit zgjedhjet. Nga 6 muaj dhe ndodhi një ngërç politik, ato komuna mbetën pa kryetar. Prandaj edhe u ndryshoi ligji që na fat prej 60 ditësh të përsëritën zgjedhjet. E tash imagjinoni në Gostivar dhe në Vrapçisht. Raportet janë 9-1 dhe 5-1. Dhe tash si do ndodhe ndryshimi, kur të njëjtit votues janë. Unë nuk besoj se do ndodhe ndryshimi. Mendoj që pushteti i ka gjitha mekanizmat. Tash mekanizmat e shantazhimit, mekanizmat e blerjes votave, mekanizmat e trenit bullgar, ato janë të palejueshme dhe ato nuk janë në dobi të demokracisë dhe të shtetit. Kryeministri nuk duhet mirët me këto gjëra. Qeveria nuk duhet mirët me këto gjëra. Sa tëra i shkelën mbi vullnetin e popullit. Nëse në Gostivar kandidati i AKI-s ka marrë 17.000 vota dhe vetëm për 20 vota se ka kalu pragun, atëherë si mundet ai diti që ka 4.000 vota ti mbrej 13.000 vota. Kur ne jemi të njëjtit votues. Profesor, aty është bojkotuar qëllimshëm duke i ditur mbështetjen. Votat Maqedonase ndoshta ka bojkot se VMRO-ja u kanos. Në të gjitha komunat do të mbështes partnerët të koalicionit me kushte të caktuara, domethënë me kushtëzime të caktuara, dhe përkundrazi do ta luftoj AKI-n si parti e cila
ndoshta i duket atij si parti, si koalicion që i mbron vlerat kombëtare dhe të arriturat e shqiptarëve. Tash, nëse ti do me dhanë, ajtë ka përzgjedh si i mirë dhe ajtë i ka saktu kandidatët, kjo është për të brengos. Nëse Mendiqira është kandidat, sa i vleni, ta që i vëmëros, kjo diçka nuk ka në rregull, se në të ardhmen në ndodhin në gjithë komunat këto gjëra, dhe kjo i ngjan asaj të ish Jugosllavisë. Në Federatën Jugoslave me rotacion i ra radha Kosovës, qeverise me Jugoslavinë dhe e zgjodhi personin Sinan Hasani. Edhe ma vonë e zgjodhi në gjirën e ditë Sejdo Bajramovicin. Edhe nëse neve na i zgjedhin Sejdo Bajramovicat në komunat shqiptare, atëherë cili do të jetë roli i shqiptarëve në Maqedoni, edhe ardhmja e shqiptarëve. Unë mendoj se këtu do të ketë ndryshime, do të ketë ndoshta trusni, do të ketë edhe alarm se kjo situatë na çon ka regresi jo nga progresi. Zoti Xhelili, duke marrë parasysh të dhënat e deri tanishme, duke përjashtuar komunën e Vrapçishit dhe Gostivarit, deri më tani Alianca Kombëtare për Integrim apo AKI nuk ka asnjë komunë fituar. Dhe gjitha komunët janë të fituar nga Vleni. Çka do të thotë kjo dhe cili do të jetë ndikimi i këtyre rezultateve në zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Kishte një krahasim të rezultateve, sa i përket kandidatëve për kryetar komunash, AKI kishte marrë 120.000 vota, ndërsa Vleni kishte marrë 190.000, mos gabofsha, a për këshilltar ishte 91.000 me 114.000, që do të thotë edhe me vota kryetarësh, flas për rundin e parë, se tashmë janë vota të kombinuara, edhe me vota kryetarësh, edhe me vota këshilltarësh, AKI është në avantazh dhe kjo ja imponon kryeministrit dhe partnerëve të tij të koalicionit që të matën në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Janë 3 narracione në lidhje me fitues të zgjedhjeve, nuk do bëj thjesht një farë digresioni. Është narracioni i parë të cilën e lançoi kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, i cili tha se shqiptarët i bojkotuan në shumicë zgjedhjet do të thotë lokale dhe sipas atij ai pretendonte se koncepti i tij ka fituar. Është narracioni do të thotë i AKI-s që shkon në drejtim të asaj dhe thotë që ne kemi 114.000 vota përballë Vlenit që ka 91.000 vota. Për në anën tjetër është edhe narracioni dhe realiteti i nderuar Xhelili, sa komuna i ka fituar AKI-ja dhe sa komuna i ka fituar Vleni dhe kush feston fitoren. Pra, sipas gjithë kësaj del që të lloj 3 narracionesh janë ka dhe fitore të Pirës. Ke ndëgjuar për fitoren e Pirës? E kemi dëgjuar shumë, ne kemi shumë të qartë këtë, po ne jemi duke folur në bazë të komunave. Se Vleni du të jetë lumtur sonde që në Kërçov ka fituar një kandidat Aleksandar, nuk e di si ka emrin. Sa është diçka tjetër, absolutisht nuk bëj zonë senas. Po jo, imagjino tash ti thot dikush ka fitu, këtu ka tregti me fatin e shqiptarëve. Ka pasur mund ndodhin edhe tregti tjera, mirë po ka momente kur ka pasur marrëveshje bashkëpunimi edhe më herët. Festane ka qenë kandidati i koalicionit. Jo, po ka pasur edhe më herët, duhet ta themi troç dhe nuk jemi këtu prej dje, jemi në kohë gjatë. Ka pasur domethënë momente ku edhe më herët VMRO-ja ka përkrahur kandidatët, ka mbështetur kandidatët e konkretisht të BDI-s. Po pa kushte, po ka pas mbështetje pa kushte, ata kanë qenë me kushtëzime. Ose me kushte të vogla, pra. Po me kushte të vogla, po ne kemi pas bashkëpunim në Tetov dhe Gostivar për disa poste simbolike, varësisht prej përqindjes së popullatës që jeton atje. Nuk mund të është ne çfarë kuptimi do të kishte gjithë kjo përpjekje, po edhe një konflikt i armatosur për t'i arritë të drejtat tona, nëse nesër të mbivoton ai. Se u bë tash të ketë qels në vendimarrje në kuvend. Sepse ne ja lejuan, se partitë politike shqiptare ja lejuan edhe demokracia konsensuale nuk është shpik
Kot ajo edhe aprovohet në Maqedoni. Ka konsenzus? Fatkeqësisht zotë Xhelili. Ka ligje që në Maqedoni nuk mund të votohen pa votim të dyfisht. Po, partia ku jeni edhe ju në koalicion me të, konkretisht BDI-a, ka një pjesë bukur të madhe të fajt sepse është... Po gjatë rrugtimit vrehen pengesat, edhe gjatë rrugtimit eliminohen pengesat. Ne nuk mund të fajsojmë tash të kaluarën edhe të arsjetojmë Mickovskin se po shfrytëzoj ti vakumet dhe ato dopsitonës që ne kemi lëshuar të ardhmës. E kaluara përcakton fatin edhe të tashmës edhe të ardhmës, sepse shumë mirë Shën Augustini thot e kaluara është memoria, kujtesa, e tashme është gjendja faktike, çfarë na ka sjellur. E për të ardhmen ne duhet të dimë se si të skicojmë të ardhmen. Besoj që ka shqiptarë që dinë, besoj që ka edhe faktor politik që dinë, edhe nuk bëhet qameti në këto me këto zgjedhje lokale. Tematika këto janë numra thjesht nuk. Sa për ilustrim të keni parasysh se komunat në Maqedoni janë njeni ashtu i definoj si ndërmarrje në falimentim. Edhe tash kandidatët për kryetar i llogaritës si njerëz të cilët vrapojnë të marrin ndërmarrje të falimentuara. Nuk është ndonjë lumturi e madhe që është kryetar komune, ku komunat kanë shumë pak kompetenca dhe vetëm 4% e buxhetit të shtetit ndahet për komunat, derisa në shtetet e ish Jugosllavisë si Kroacia dhe Slovenia, ajo përqindja është diku mbi 18%, a në shtete më të zhvilluara si Gjermania, përqindja që ndahet komunave nga buxheti i shtetit ishte 24%. Do me thonë me 4% pushtet, buxhet, imagjinoni çfarë mund të bëjnë komunat, një shembull do ta jap. Një komunë urbane si Çairi për shembull, që mund të ketë buxhet 25 milion euro, vetëm 2 milion mund të ketë investime kapitale, të tjerat janë rroga dhe shpenzime mujore për funksionimin e komunës. Të suprimohen zgjedhjet lokale, mos të ketë fare. Jo, kjo do të thotë se duhet decentralizimi mirëfillt. Jo, është dyshim. Duhet decentralizimi mirëfillt, duhet hipet fuqi komunave. Po janë të rëndësishme, imagjinoj kanë hek bashkësitë lokale, nuk ekzistojnë më me ligj, edhe atë rol ka marrë rolin e bashkësive lokale, kanë marrë komunat. Zotë Ramadani, si e komentoni faktin se në raundin e parë, pra më 19 tetor, Lidhja Social-Demokrate, po si shnihet në zhargonin përditshëm, LSDM fitoi 3 komuna, kurse tani udhëheq sipas të dhënave preliminare në 4 komuna. Pra gjithsej edhe nëse i fiton gjitha këto do të ketë një total për 7 komunave, që është një rënje shumë e madhe në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021. Unë mendoj që përmendi edhe zotri Xhelili arsyet se pse kishte rënë një domethënë LSDM-s në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe në këto lokal. Mendoj që LSDM-ja ende nuk ka arritur që të dalë nga hibernacioni, nga i gjumi dimror, do që është zhytur viteve të fundit. Mendoj që një dam të madh LSDM-s i ka bërë fillimisht dalja e kryetarit të komunës së Kumanovës Maksim Dimitrievski, i cili besoj se është duke udhëhequr tash, por i ka bërë një dëm shumë të madh dhe për shto këtu edhe elektoratin e LSDM-s që është orientuar drejt partisë së quajtur Levica. Dhe mendoj që LSDM-ja edhe e tha edhe kryetari i saj, nëse nuk këndellet që të bëjnë ndryshime se thjesht me figura déjà vu nuk mundesh të arrish ndryshimin e duhur. Mendoj që do të shkojë përmendje dhe zotri Xhelili pak më herët në Maqedoni, është te partitë shqiptare është nëse evidente kjo, por edhe LSDM-s do t'i ndodh. Ramja do të jetë fatkeqe dhe nuk do të mund që ta rimarr veten. Është interesante edhe diçka tjetër se analistët kishin vërejtë se të gjithë partitë kanë ramje. Ka ramje VMRO prej 140.000 votash, ka ramje Levica, ka ramje Maksim Dimitrievski me znam, ka ramje AKI, ka ramje Vleni, të gjithë kanë ramje. Kjo çka do të thotë? Ka dëshpërim edhe ka migrim. Edhe tash zgjidhja cila do të jetë. E tha një lider shqiptar se ka rrugdalje. Nëse Shqipëria me këto hapa që ecën, një ditë arrin që të antarësohet në Unionin Evropian,
në enitet i kushtetutës së Shqipërisë u mundson të gjithë shqiptarëve kudo që janë që të furnizohen me pasaportë shqiptare për shkak se llogaritën si shtetas shqiptar. Në anën tjetër, afër 200.000, 180.000 Maqedonas kanë marrë pasaportë bullgare, kështu që rrugdaljen populli do ta gjejë nëpërmes furnizimit me pasaportat të Shqipërisë dhe të Bullgarisë, dhe ne si qytetarë do të shkojmë në Evropë, Mickovski dhe qeveria e tij lë të ngelin jashtë Evropës. Pak më herët zoti Ramadani përmendi Kumanovën, është rezultatet për këtë qytet nga 162 kuti votimi të numëruara prej 167 apo 97.01%, Maksim Dimitriev, sekretari i lëvizjes nën dhe kandidati i kësaj partie për komunën Kumanovës, ka 49.57% të vota, apo 16.503 vota, ndaj kandidatit të pavarur Goran Stojkovski 46.16%, apo 15.366 vota, një dallim diku prej 1.200 vota. I cili qëndron mirë në pozicionin, besoj që po besoj me këto nuk mund që të kemi një ndryshim. Zotri Xhelili, pak më herët përmendet rënien e gjitha partive përfshi edhe të majta, siç njihet në Levica, por edhe përkundër kësaj Levica arriti të dalë e dyta dhe të shkojë në balotazh në qytetin e Shkupit, që është një sinjal se kjo parti po ka shtrirje dhe po merr mbështetje gjithnjë më të madh, duke zënë vendin e dytë në kryeqendrën e vendit. Kur thash ka ramje për dallim prej votave të vitit të kaluar, të vitit të 2024, parlamentare, se përndryshe Levica tash i shfrytëzon këto gabimet, nëse janë gabimet partive më të mëdha, mirë po ka qenë praktik në komunat ku ka shumicë absolute shqiptare, asnjëherë partitë maqedonase nuk kanë nxjerrë kandidat. Për shembull në Gostivar, në Tetov, rrallë mund të kenë nxjerrë. A Levica e shfrytëzoi këtë vakum. Edhe thot, nëse ka 2000 vota maqedonase, unë do nxjerrë një kandidat që ato ta votojnë atë kandidat, dhe ajo nesër i llogaritën ato vota, po ato vota kanë qenë vota simbolike për shkak se kur del një Maqedonas ta votoj listën e Këshillit të VMRO-s apo të Lidhjes Social-Demokrate, ai e voton edhe një kandidat Maqedonas vetëm simbolikisht. Dhe kjo nuk do të thotë se do të ketë ngritje Levica, për shkak se Levica do të pastrone shumë gjëra në një shtet multietnik. Levica të kërkone që shqiptarëve që kufizohen të drejtat, është gabim i madh. Levica dhe Maksim Dimitrievski ndoshta edhe ato luajnë në letrën e nacionalizmit, mirë po mund të luash me këtë letër deri në një kufi. Pastaj, çfarë do t'i ofrosh votuesit? Unë kërkoj që të ketë parti maqedonase që t'ju ofrojnë votuesve edhe Maqedonas, edhe shqiptar, na ofrojnë perspektivë, ato na çojnë ka Rusia. Levica është parti që haptas është për Rusin. Profesor Zaevi është... E provoj Zaevi në SDM-ja. Zaevi ishte liberal. Jashtëzakonisht i dashur për Evropën, i morë shumë hapa të mirë drejt asaj nëse konsiderohen të tillë si kërkesa që ishin, si për emrin edhe për gjëra të tjera, bani një bashkëqeverisje e cila ka qenë ose të pak konsiderohet jashtëzakonisht që përfshirëse në mandatin e tij, po sot është një parti që ka marrë një ramje të jashtëzakonshme. Po kjo është ajo që thashun këto luajnë në letrën e nacionalizmit. Ato me zvedi sigurisht kur flasin maqedonasit mendojnë Serbia nuk ka pse të na dëmtone, Bullgaria nuk ka pse të na dëmtone, se është shtet tjetër, ne i vetmi rrezik ato ndoshta mendojnë që mund të na merret shteti, i kemi këto të mbrëmshmi shqiptarët. Edhe ato kur luajnë futboll me Rumaninë, na shajnë neve, edhe kur luajnë kundër Bullgarisë, na shajnë neve. Që do të thotë ato rrezikun e shohin ke shqiptarët, a shqiptarët përkundrazi bashkëjetesën e shohin me maqedonasit dhe mendojnë në projektin se Maqedonia multietnike e ka vendin në Evropë. Edhe tash çka ndodhen? Derisa ato neve na shohin si armiq dhe jo si bashkëvendas, do të veprojnë kështu, duke marrë vota në bazë etnike. Mirë po, prandaj ne do të gërkojmë tash, ndoshta shqiptarët do të gërkojnë, unë nuk kam një ide
që të kërkojnë ndryshim të konceptit të shtetit. Ndoshta të kërkohet një model belg, të kërkohet një model zviceran, që të garantohet vota shqiptare, të garantohet edhe vota maqedone. Të ketë një parlament didhomësh, ku do të respektohet vullneti shqiptarëve dhe do të respektohet vullneti maqedonasve. Dhe pastaj, a do quhet federativ, apo do quhet shtet liberal, le të gjejnë një modus, një formë, se kështu faktikisht ne vetëm do të rrotullojmë në vend. Në vend numëro. Po, në vend numëro. Duke qenë se jemi në minutat e fundit të këtij emisioni special kushtuar raundit 2 të zgjedhjeve, Zoti Xhelili, si e shihni të ardhmen politike dhe integruese të Maqedonisë së Veriut pas këtyre rezultateve dhe pas përmbylljes së procesit zgjedhor? Unë mendoj tash duhet ta ulin topkën në tokë. Atë që i tha Bashkimi Evropian kryeministrit se topi on në fushën tuaj, bëni ndryshimet kushtetuese, ne ju presim në Evropë. Ai tash i fitoi zgjedhjet, lujti në kartën e nacionalizmit, tash duhet ta ulet topkën në tokë, t'u kërkon falje shqiptarëve nëse i ka lënduar me deklarata të ashpra, t'u kërkon falje partnerëve të vet të koalicionit nëse ka qenë i ashpër edhe ndaj tyre, dhe të ri kompromis, të thrasë një takim liderësh dhe të saktojnë një datë për zgjedhjet të parakohshme parlamentare, me kusht që ta zgjedhin problemin me Bullgarinë dhe t'i hapin rrugë vendit për antarësim në Unionin Evropian. Zgjedhjet lokale përfunduan, njerëzit nuk gënjejnë asnjëherë më shumë se sa para zgjedhjeve, gjatë luftës dhe pas gjuetisë. Mendoj që kjo është formula të cilën e ofron edhe ish kryeministri francez i njohur Clemenceau, ai ka thënë këtë thënie të çmuar që besoj që do të ishte e mirë për të ndarë me publikun. Mendoj që zgjedhjet lokale tash i përfunduan, qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut duhet thjesht pa kurrë ekuivoke të ndërmarrë iniciativat të cilët janë sugjerime edhe obligime njëkohësisht, nuk janë vetëm sugjerime, por janë edhe zotime përsipër, dhe ti implementoj ato ndryshimet e kërkuara të cilat vazhdimisht ja përsërit edhe faktori ndërkombëtar, dhe thjesht ndryshimi i kushtetutës është një kondicion, është një kusht që nuk mund të iket dot. Do të thotë futja e bullgarëve dhe hapërimi drejt Bashkimit Evropian sa më parë që është e mundur, është diçka e patjetërsueshme dhe e domosdoshme. Çdo rrugë tjetër e ndërmarrë, do të thotë, e çon vendin në humbëtir dhe në qorsokak, dhe besoj që e kemi të qartë se ai qorsokak çfarë mund të sjellë. Mr. Selimani, ju duke qenë se vini nga Kosova, pra nuk jeni nga Maqedonia e Veriut, si e shihni rrugtimin e tanishëm eurointegrues të Maqedonisë duke marrë parasysh këto rezultate që prodhuan dy raundet e zgjedhjeve lokale? Se kur po thuaj jeni nga Kosova, Australisë. Një 15 minuta Jemi shtet e fqin, po dallojnë. Unë mendoj që nuk do të ndërmerr veprime të tilla të jashtëzakonisht nevojshme kryeministri aktual i Maqedonisë. Ai nuk është shumë mandate në qeveri edhe që është mërzit nga kjo pozit, komisionu dhe vetëmja kort për të mbajtur në pozitin e kryeministrit është karta nacionaliste, të cilën ai do të vazhdoj ta përdorë të paktën edhe për një mandat të plot. Por mendoj që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare që unë pres që të jenë të parakohshme, do të jenë vetë partia shqiptare që është pjesë e koalicionit, ajo që do ta çojmë në zgjedhje. Faleminderit shumë zotëri Kasrov që ishe pjesë e emisionit ton. Faleminderit shumë zotëri Ramazani. Faleminderit shumë zotëri. Nësën ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, me kaq për përmbyllmi këtë emision special kushtuar zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Shihemi së shpejti në emisionin e ardhshëm.